Miri. Mos më luj rolin mu mirë. Thuja trosh këtu që ne jena alat, mos më luj rolin mu. Ka çdo ditë që them do bashkohesh me Selin, nuk i kam beses as kërkujt, kështu që mos më luj rolin mu mirë. Këtu jena në një lojë, jena në një garë, të respektoj si njeri, do kuptona shumë mirë jashtë, thuja tamam, thuja, mos rritë mu prek mu, me mba viktime para shqiptarëve. Je të thonë dit ashtë, si jam të thonë. Jo, pra po ti themi, ti kam thonë çdo ditë, jepi prap. Kam thonë që ne rrim për qef. Isha gëzuar unë kur i këti? Si? Isha gëzuar kur i këti? Me zor ke prit për me dal nga dera, o vlla. Ti? Po normal, o vlla. Po është një konkurrent i fort më afër çmimit tonë. Po reagimin ai pe. Ku e ke reagimin ai pe? Po leni me reagimet para kamerës. Leni me reagimet. Po ku mbrapa kamerës? O zotni, derisa të pres mbes. O në kutin që se mbjen, ose në sfid. Ti nuk ke drejt për me kujtu se unë do të bëj gjatë keqe. Çka kam deklaruar unë? Çka kam deklaruar? Po pra, mos më thysh zemrën, nuk do të prej mbes. Bukur. Ku ta kam thysh zemrën? Ku të kam prej mbesun ty? Po japëm me këto deklaratë. Si me këto fjalime? Po të them prapë më mirë. Po mirë. Ti me zor pret që unë dal tamam më mirë. Atë flas? Po, tani mund të flish, po mos më luj viktimën. Me zor pret më mirë. Jepi tash. Jepi mirë. Jena në garë për që mirë. Digja. Po pse u preke u burr nga klipi? Pse u preke? U preka sepse ti e di shumë mirë që unë të konsideroj si njeri shumë të mirë, unë le kokën për ty si njeri, po si lojtar vlla, ne jena alat. Unë e ti vlla s'kena gjatë përbashkëta. Pse? Sepse ka momente që ti do me folë për lojë, edhe më thu, Gerta, ke mundësi, edhe unë të respektoj. Kurse unë tanë kohën i flas haptas. Dhe unë kur flas me Edisen, unë flas për gjana personale që ti e gjeloz. Tani, unë them, po, je gjeloz ti. Nuk në lej rahat më vladje, tanë kohën. Unë them si Gert, mirë, hajde lujmë që se do me lujtë me mund, që se kena i ortak alat më të fort, s'ko bashkoj atyne, dhe unë kam akoma fishek për ty, por më mirë, ke marrë vesh në i gjë që unë për bëjnë lojtë kundra te. Nga fjallët e mija, tani fol. Po mirë po mos bëj viktimen, këtë nuk e du. Nuk mos bëj viktimen. Jam njeri i pastër, ta them troç. Mos bëj viktimen. Jo, mos e bëj. Atere, po thoja, tani, me këtë klip që pam, unë e tregova shumë mirë, edhe me pozicionin që mbajta këtu në momentin që doli në mënyrë të papritur Rogerti, edhe kam folur të dhoma e rrëfimit ato që kam thënë, edhe i qëndroj atyre fjalëve në çdo moment. Por, ka një gjë, ka një 10 ditë që po përmendet shumë kjo fjala bes prem, prevan bes, e ku di unë se çfarë. Tani, situata, ne jemi të gjithë në një lojë, bashkë. Kemi hyrë vetëm edhe duam ta fitoj secili atë çmim të madh. Në momentin që ne jemi bashkë në një moment kundra, mbase jo gjithë shtëpisë, por atyre konkurrentëve që janë shumë të fortë, ne jemi bashkë dhe unë ta kam treguar edhe me vepra që nëse i them dikujt jemi bashkë deri atë moment. Deri në atë moment që na lejon loja. Dhe këtë fjalë unë e mbaj deri sa të dal me këtë faqe që kam hyrë dhe me këtë faqe që do dal. Do zoti një ashtu e mund. Mund ta thuash Miri të njëjtën gjë për Rogertin? Tani, për Rogertin aty do dile. Për Rogertin, ai gjithmonë se kuptohet karakteri i Rogertit të bën provokime gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë ditëve, për çdo situatë që ndodh këtu dhe ai gjithmonë mua më provokon që unë do vi një moment, do bashkohem me Selin, Tani, problemi është tu, që në qoftë se unë nuk bashkohem me Selin, a mos do ti bashkohesh me Selin se ke parë që në fillim që je futur në këtë lojë në ndashmën e të dyve se kuptove që ne të dy jemi shumë fort për këtë lojë? Kjo pritet për tu pa, derisa të kemi Uelen s'ka shans. Atëre, në momentin që gjërat do ndodhin në këtë shtëpi, do kuptohet qartë edhe nga publiku se kush i a thyen zemrën kujt dhe kush i thyen besën kujt. Do ta shohim të gjën në vim. Juela? Ledion, mendoj që Miri, në momentin që u nda nga Selin, lindi do me thënë shumë rrjedhshëm aleanca që pati me Rogertin dhe mu, nuk ka qenë besoj nga ana Miri diçka e kalkulume, unë i shoh edhe i ndjek edhe në përbiseda që ato bëjnë, kanë shumë kimi si njerëz në radh parë dhe pastaj për sa i përket lojës, Miri ka një lojë që është shumë ndryshe nga loja e Rogertit, është një lojë që tani po e ripërpunon, do me thënë, sepse
unë kam qenë e parë që kam thënë Mirit, mos më ke pëlqyer fare me Selin, si jam afru fare të ti kur ke qenë me Selin. Kur je nda me Selin, je dukur një mirë që ke nxjerrë pa një pjesë njerëzore, pak më të qeshur, më pozitiv, më i disponueshëm të flase, me pjesën e tjetër të shtëpisë. Nuk janë afru të mirë. Pse flet për Mirin? Urdhë? Se flet për veten tate, se flet për Mirin. Këto budalla e këto nuk kanë peshme. Ja pra ta them unë çfarë flasësh, se si sheko ti aty në klip. Tani, ti në klip bashkë me Mirin ishe sepse ju të dy kur Rogerti nisi për dal nga shtëpia, as nuk lëvizët nga veni me i thonë vlla mos dil, rri në shtëpi. Ta them unë Ardo. Po jo, e kam dëgjuar versionin tënd. E kam dëgjuar versionin tënd. Kemi qenë bashkë, Rogerti disa herë. E kam, më fal tani. Të lutem, sepse kjo situata më duket si ajo që 300 ditë armiq brenda lojës, ditën që delte dera njëri filloi të qaj tjetri. Të lutem. Tani nëse ti e do njëri brenda shtëpisë dhe po shikon që ai po bën një veprim të gabuar dhe do me lënë shtëpinë, ti del dhe ndalon, i thu rri këtu mos dil. Po, ke shumë të drejtë, por tash pse? Qartazi që Miri dhe Juela nuk e kanë në listë Rogertin. Rogerti nuk e ka në listë Mirin, ka vetëm Juelën. Në përshkrimin tim. Unë e kam Rogertin në listë Arbër dhe ta demonstroj pse. Rogertin, për mendimin tim, te prajmi kaluar, kur donte dilte mbas. Ke prajmi kaluar. Unë them prajmin që kaloi, ai doli, kohën e kishit, nuk u çut sepse ka digjë. Që në rreshtat e fjalive tua, kuptoj që po t'ishte në njëri tjetër, në vend të Rogertit, i cili do mbante atë qëndrim që ti pen klip, ti do kishe shpërthyr, se ti për i fjalë goje ke qujt njerëzit, m'ke prembes, ky s'pas ka prembes ty. Tani, se ndodh kjo? Se ndodh? Se ndodh? Kjo ndodh, në këmbështrimin tim, kjo ndodh për shkak sepse unë mendoj që ti brenda lojës e ke frikë Rogertin, e para, dhe e dyta mendon që Rogerti po bën betejën tënde, por ti nuk e kupton që ai po bën betejat e veta. Se në fund ditën sa ai po bën protagonist. Çfarë thoi Miri? Kur i thua është kapo, mu më duket sikur ti i ngul shiringën e radhës për ta vënë gjumë. Jo, sepse unë jam marr këshillat Mirit, sepse Miri nuk ofendon dhe ku me kenun 20% Mirit që mos të ofendoj. Po pse Rogerta atëre thuaj që i betohesh Juelës që ty nuk të tradhtoj, po me Mirin kam dyshime. Me Mirin? Po. Me Mirin, po Mirin marrë mas Selins për shoku jem. Është gjë shumë e thjeshtë. E shohim tanë, shefi Shqipëritë dhe me zor po pres që të kryhet misioni Gimbo. Ose të dasma thoshit që mbaron Selin mbas Mirit, tani është dhe Miri që mbaron mbas Selin. Ose janë mix këto, janë mix. Nuk di. Ky pra është Rogerti. Kisoj kur han bishe. Ky është Rogerti. Gjë shumë e thjeshtë. Si ta marrim seriozisht? Kur unë mendova që ti po e thrisje Rogertin, unë mendova realisht që ai do t'u ndalonte dhe mendova që ishte vetëm një moment i shohut që ai e bën sikur çdo herë para pravit me mua. Dhe ka si një stil presioni. O Juel, ka thënë Monika ma fut 200 herë në ditë. Ajo s'ka dalë akoma. Thot Arbri, thot, tim ken listë, thot, e Gjana Marina. Unë ty desa t'jena i tu, jena në rejtë. Cila është Marina? O manipulator, cila është Marina? Kush është Marina? Po pse i shqiptar që të kthehet Rogerti? Kush është Marina? Realisht u preka që doli, nuk ma mori Kush është Marina? Marina që do me na përqa mu e Juel, s'me mlan mu vetëm. Ky është mendimi im, zotri. Po. Unë mendoj që ato të dy të duan ty. Nuk të duan. Do të donin, do çoheshin edhe do, nuk do të lenin me dal nga shtëpia. S'do të lenin me dal nga shtëpia, po të donin. Po Juela ti ku ke më shumë që nuk do ta bënte. Ku ke më shumë besim Juela ti te Miri apo te Rogerti? Te Rogerti. Okej. Deri në fund. Selin ndërkohë të pash edhe ty në klip që nuk reagove nga dalja e Rogertit. Po, nuk reagova se e prisja që Rogerti nuk është nga ato burra me shumë karakter që mund të dali dhe t'i mbaj qëndrimet e veta dhe prisja që do rikthej, edhe e kam shprehur këtu. Sa për klipin që pash, i përgëzoj çunat, janë aktorë shumë të mirë, edhe hipokrizi e gjallë, përpos gjithë që pam, edhe përgëzoj Xhaxhi Gertin që doli në një klip pa ofenduar dhe pa cënuar në moral, edhe zotrin tjetër që doli në një klip pa përmendje emrin Selin, po doli me një situatë tjetër, sa ishte komentim. Por duhet thënë që
Është hedhur një tezë shumë interesante brenda shtëpisë nga njëri prej jush, që mendon se në fakt mes Rogertit dhe Selin ka një aleancë të fshetë. Ka një lloj komunikimi si njohës të mirë të lojës të paktën nga njëri prej tyre,